Është i konsiderueshëm, rreth 7 metra në mifol, ku është matja aktuale. Sigurisht që ka prurje intensive të vjosës që vjen nga Tepelena dhe nga Përmeti. Kemi monitoruar pa shkëputje gjatë gjithë natës dhe në kontakt me strukturat dhe me institucionet drejt për drejti edhe me Përmetin edhe me Greqin, me partnerët tanë grek, me informacion të shtuar. Mund të themi që ka një stabilitet në nivelet në Përmet dhe në Tepelen, që shpresojmë të ketë një rënje, por kjo gjithsesi është prap fakultative. Vazhdojmë ta monitorojmë, ky është një nivel që ka risk të shtuar, por për momentin nuk kemi banesa të prekura apo dalje jashtë shtratit të lumit Vjosa. Dihet historiku është më se i qartë, nëse niveli do të kaloj më lart, pastaj do të ketë probleme, janë marrë masat për të evakuar apo për të lëvizur që të gjithë banorët nëse do të dalë nga shtrati, lumi, cili sënon dhe ekspozon zonat e Fierit nga Ferrasi apo nga komunat dhe njësitë ngjitur me të deri dhe ke Darëzeza mbase sipas historikut. Pra pritet që prurjet e Memaliet në mesditë arrin pikun këtu në Mifolin? Tashmë edhe këto prurje nga Memalia i vinë, domethënë nga ai intensitet është, sepse ka pas shumë rreshje në zonën jugore, kryesisht në kufi me Greqin, në pjesën e Qashovës, por edhe nga Gjirokastra dhe diku. Por ajo që ne vlerësojmë është fakti që Drinosi ka prurje jo maksimale, optimale, por dhe Shashica është në minimumin e saj, çka janë faktorë që ndikojnë drejt për së drejti në epërsinë që merr rritja e nivelit të lumit Vjosa në shkarkim me detin, por ka dhe një element tjetër që merret në konsiderat që është çështja e baticave të detit, cilat i kemi pas në avantazh sepse lumi tërheq me intensitet shumë të lartë drejt detit dhe nuk kemi bllokim të tij nga deti. Apeli për qytetarët përgjatë rrjedhës së lumit mbetet prezant? Apeli është i qartë.